Në qoftë se jeni shtatzane, nuk do ta shikoni këtë video që të mos ndihem edhe unë keq. Do provoj të gjitha produktet e fshatit edhe do bëjmë nami. Fillojmë. O zot, nuk bëhet, do ha dhe një të dyta. A ke mirësh. Do ha vadzat. Pas glikos. Ah, fëmijëria jonë! O zot! Qa kujtimesh, o zot! Çepellat e fikut. Është sikur të vinë të gjitha shijet dhe kujtimet e fëmijërisë. Po, pas të ëmrës do ha ulli të kripur. Që janë stafi dhe turshi. Oh, zot! Oh, zot të të shije. Gjizë. Do më falni të kjo video, po të kjo video është Nina. Kur ishte e vogël, ti hante gjitha këto gjëra në fshat, ndaj harojni Ninën këtu. Tani është Nina fëmijë i vogël këtu. Salcë kosi. Nuk po shkruajme, nuk po shkruajme. Nga kaq shumë gjëra që kam ngrënë, duhet jem e çmendur që po hap edhe këtë. Po do ta hap se kur e hap atë moment, qas. Ah, aroma. Hëngra turshi, hëngra ulli. Hëngra gjizë, hëngra salçkosi, gliko. E da i bëha një molto. Të gjitha këto në produkte fshati, po. Produkte fshati, faleminderit shumë nga zëmra që të gjeta në ratë të parë, që më kujtove të gjitha atë fëmijërinë ime, këtu e 30 vjet përpara. Të gjitha këto shijet që i kishim në fshat, mi sollet e dere shtëpisë.